Vëllezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na mundsoi na dha shëndet, jetë që ti arrijmë dhe këtë ditë t'i agjërojmë. Kulus Allahun Azza wa Jall ta na regjistron në veprat e mira në ditën e Kiametit, në peshorën e Allahut Azza wa Jall, I cili shpërblen pa kufi. Allahumma amin. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave mëkatet e mëdha. Sot do të shpjegojmë një mëkat I cili është një krim I madh I cili e vepron njeriu, ndoshta është mëkati I parë I cili është bërë në sipërfaqen e tokës, ku Allahu Azza wa Jall e ka renditur pas shirkut, po ashtu dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithet e tija. Ky mëkat I madh, vëllezër të nderuar, është të quajtur në hadith I cili ka thënë sabal mubiqat, 7 mëkatet e mëdha shkatruese, të cilën e shkatrojnë njeriu, ja shkatrojnë punët e tija në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo, vëllezër të nderuar, tema e sotit, mëkati I madh është vrasja e njeriu. Pse? Sepse Allahu Azza wa Jall çka po na thot në Kur'an, walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Ata që nuk bëjnë idhujtajri në adhurim me Allahun Azza wa Jall, wala yaqtuluna an-nafs, dhe tha nuk mbytin ata njeri. Shikoje, Allahu Azza wa Jall po e tregon haramat më të mëdha, I cili është mëkati më I madh që nuk e fal Allahu Azza wa Jall. Nëse njeriu vdes me këtë gjuna të madh, me shirkun, me rivalin, vdes në këtë botë dhe nuk pendohet në ahiret, ai njeriu është përgjithmonë në xhenem dhe kur nuk del pi xhenemit, me njëherë e ka ngjitur, e ka barazuar me një mëkat I madh I cili është vrasja. Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, ata që nuk adhurojnë dhe këtë tjetër me Allahun së bashku, nuk I bëjnë rival Allahut, nuk I bëjnë shok Allahut, nuk I bëjnë idhitari në adhurimin, wala yaqtuluna an-nafs, dhe nuk mbysin njeri pa të drejtë. Dhe thot me mbytja e njeriut është një mëkat aq I madh, saqë Allahu Azza wa Jall më njëherë ka renditur pas shirkut. Po ashtu në ajet tjetër, Allahu Azza wa Jall po dion t'ju tregon gjakpirsave të cilët ishin para umetit islam, jehudve, po ashtu dhe u ka bo me dije në librat e Injilit të krishterëve, po ashtu ja u ka bo, po ashtu me dije dhe musliman me në librin e tij, në Kur'anin madhështor, ku Allahu Azza wa Jall çka thot, wa min ajli dhalika katabna ala bani Israil. Për shkak se ata ishin shumë të lirë në çështjen e krimit të madh të mëkatit vrasjes, ja kemi regjistruar në librin e tyre Banu Israile, ennehu men qatala nafsan bighayri nafs, kush e vret, kush e mbyt një njeri I cili nuk ka vrarë dhe nuk ka mbyt, nuk ka bë krim, men qatala nafsan bighayri nafs au fesadin fil ard, dhe bën fesad, ka thonë, në tokë, fa ka'annama qatala an-nas jami'an, sikur mi mbit krejt njerëz sipërfaqen e tokës. Domethënë, aq mëkati I madh është, e aq është I shenjtë gjaki I muslimanit, saqë një besimtar me mbytën pa të drejtë, Allahu Azza wa Jall thot e ka gjunahin e madh si me mbyt atë, dhe sikur se mi mbyt krejt njerëzit në rrezullin toksor. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, për me tregu një ditë për vlerën e madhe që e ka besimtari dhe gjaku I besimtarit, se aq është I shenjtë, ishte duke bo tavaf në Kabe, tha, oj Kabe, Allahu ti je shumë e shenjtë, dhe shenjtëria jote është shumë e madhe, mirë po gjaku I besimtarit I një muslimanit është më e shenjtë se ti, o Kabe. Para ta ka në hadith, ahwanu ala Allahi, ma e letë është për Allahun, ta rëzon Kabën dhe ketë vendet e shenjta, se sa me dert një gjak të muslimanit, një gjak të besimtarit. Dhe për na treguar Allahu Azza wa Jall më thellësisht se ç'a është mëkat aq I madh, dhe se kërcënim pas kërcënimit, kanë thonë nuk ka ajet në Kur'an që flet Allahu Azza wa Jall për një krim, për një mëkat, për mëkateve të mëdha, vetja bashkangjet 4 kërcënime një pas një për pos e vrasjes. Ku thot Allahu Azza wa Jall, wa man yaqtul mu'minan, kush e vret një besimtar. Çfarë thot? Wa man yaqtul mu'minan, kush e vret një besimtar. Mutaammidan, me qëllim,
Nuk e vret, du më thonë, ka mundësi me ndodhë dhe njerë vrasja, me ndodhë mirë po me gabim. Jo, ai që e ka për qëllim dhe shkon me qëllim me vra një musliman. Kish ka thëtë Allah Azza. Fe gjezau gjehennem. Dënimi i ti është një zartë të gjehenemit. Kishte me jaftu me qka qajeti. Allahu vazhdon. Fe gjezau gjehennem. Khaliden fihe është përgjithmon në të. Wa ghadiba Allahu alehim. Qetra dhët, Allahu është i hidhëruar mbi këtë njeri. Thot është me gjehenem, thot është përgjithmon, thot hidhrimi Allahut është mbi këtë vrasin, mbi këtë njerin. Wa la'anahu, dhe Allahu Azza wa Jall e ka mallkuar 4 kësnime një pas një. Gjehenem, përgjithmon, i hidhruar Allahu dhe mallkimi Allahut është mbi atë person i cili e krin këtë vepër. Walahu adhabun adhim, dhe në fund thot e ka një dënim shumë të madh. A di çka kanë thonë dietarët? Kishte mjaftue, çishe e përcaktojnë nëse është mëkat i madh, thonë dietarët kur Allahu Azza wa Jall e cek në librin e tij se është një mëkat prej mëkateve të mëdha dhe do ta kaplon zjarmi i xhehenemit, vetëm se me këtë e merr vesh besimtari se qenë ka aq e shëmtuar kjo vepër, sa që Zoti e ka kërcënuar në librin e tij me zjarm të xhehenemit dhe ka thonë dënimi është shumë i madh. Mjafton kjo? Jo, Allahu ka dashur me tregu se aq është e vlefshme gjaku i muslimanit, gjaku i besimtarit, sa që Allahu Azza wa Jall ka thonën këtu ka me hinë xhehenem khaliden fihe. Dietar kanë thonën çka e ka për qëllim kjo ajeti përgjithmonë. A thu vallë vrasi është përgjithmonë xhehenem dhe kur nuk del nga xhehenemi? Dietarët kanë thonë kur përmendet në Kur'an khalidine fihe, e ka për qëllim dhe njerë aq gjatë do të rinë xhehenem, sa që do të harohet ai njeri në xhehenem me vujtjet e mdhoja me zjarmin, sa që do të mendojë se është përgjithmonë xhehenem. Pse vëllezër të nderuar? Sepse Allahu subhanahu wa taala në këtë botë e ka vendosur një farë sistemi që ne ti numërojmë ditët, javët, muajt dhe koha që hec. Mirë po, Allahu Azza wa Jall po thot, atë ditën e Kiametit ka 1000 senetin mimma ta'udun, një ditë e ahiretit është sa 1000 vjet e kësaj dunjoje që ka i numërojni. Një ditë që po na kalon, që agjerojna ne, që lusë Allah Azza wa Jall na pranon agjerimin dhe veprat e mira, një ditë që e shohim ne këtë ditë, që dhe pak ka mbetën akshomi, që kjo kaloj, që kjo dita që neve na duket shumë e shkurt, në ahiret 1000 vjet e ka e kohën apo me përcaktimin sa një ditë këtu. Pse? Se në xhenet nuk ka diell, në xhenet nuk ka hon, as në xhenem nuk ka diell as hon, atje nuk hec koha sikur në këtë botë këtu, për shkak se dielli e tregon lindjen dhe perëndimin e sajna. Hona i tregon ditët, numrimin e ditëve për ta përfaksuar, domethënë një muaj të kompletu. Mirë, po në ahiret s'ka diell, s'ka hon, s'ka ditë, s'ka sikur në këtë botë kështu natë. S'ka, nuk funksionon kështu. Thot 1000 vjet e ahiretit është në krahasim me një ditë e kësaj dunjos. Khaliden fihe. Mjafton me qenë ki përgjithmonë. Njeri nëse don me ditë, siç kanë thonë dietar, ne ta vendon gishtin vetëm pak në zjarm, edhe ne ta sheh se sa sekunda mundet me majt gishtin e tij në zjarm, e para mendon Muhamedi alayhi salatu wassalam, po thot se zjarmi i xhehenemit është më i fortë dhe më i rënd se zjarmi i dunjos edhe 99 herë. Prej 100% zjarmi i fortë që është i xhehenemit, veç një pjesë e 99 është në dunjo, me vulkana, me krejt zjarët e dunjojës që ka i shohim, kjo është 1%. Kurse 99% i fuqijës të zjarmit është në xhehenem. Kështu po thot Muhamedi alayhi salatu wasalam. Allahu subhanahu po thot, ai ka me qenë xhehenem për gjithmonë. Wa ghadiba Allahu alehim, dhe Allahu do të hidhrohet mbi këtë njeri. A di çka do të thonë Allahu më i hidhru me këtë njeri? Kur të hidhrohet Allahu me këtë njeri, e shtin xhenem dhe nuk e shikon. Në hadith tjetër ka ardhur, Allahu Azza wa Jall është i hidhruar mbi 3 persona, do të hinë xhenem, nuk i shikon ata njerëzit. Domethënë është hidhrimi i Allahut. Pastaj ka thonë wa la'ana, jo vetëm me këtë se me kaq se ka zbritur dhe mallkimi i Allahut, po tjetra është ka edhe domethënë përveç është hidhruar dhe mallkimi. Çka do të thonë mallkimi?
Mallkimi mëkatin e parë që e bëri Iblisi, lanetullahi alayhi, në xhenet, kur ishte me Ademin alayhis salam, dhe kur Allahu azza wa jall i urdhroi që t'i bin sejdë, krejt i ron Iblisi nuk ron sejdë, në momentin që nuk ron sejdë prej Iblis, e mori emrin shejtan ar-rajim. Çka do të thonë shejtan ar-rajim? Është shejtan rebel i mallkuar, i dëbuar nga rahmeti, nga mëshira e Allahut. La'ne e ka bëha kur e ka mallku Allahu, la'neteke ila yawmiddin, thot mallkimi im qof deri në ditën e Kiametit. Domethënë, është një dënim, është një mëkat shumë i madh që besimtari do të thot nuk është vigjilent se çka është duke bërë, do të thot këtë mëkat i cili është një mëkat shumë i madh. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse mblidhen krejt njerëzit e botës, prej të Ademi alayhis salam deri te i fundi, dhe ato bashkëpunojnë bashkarisht për ta mbyt një njeri, pa të drejtë, e mbysin një njeri. Për Allahun është let krejt njerëzit komplet të shtin xhehenem dhe asnjërin për ta çit për xhehenemin dhe me shtin xhenet. Pse? Për me tregu se çfarë është e madhe vlefshmëria e kësaj, ndërsa Muhamedi alayhis salam ditën e Arafatit, kur u mbledhën këtë muslimanët dhe kur e mbajti atë fjalimin e tij, i cili ishte fjalimi lamtumirës, hutbetul wada, e tha, çfarë vendi është ky? Tha ne u habitëm. I tham kjo është Mekja. Ku jemi ne tash? Po jemi në Arafat. Çfarë ditë është sot? Është dita e Arafatit. Tha dijeni se sikur që është shentria e këtij muaji, shentria e kësaj ditës, shentria e këtij vendit, gjoki i muslimanit është më i shenjtë se dita, se koha, se vendi, se komplet këtë haxhi. Gjoku kujna? Gjoku i muslimanit, gjoku i besimtarit. Për ata tha Allahu azza wa jall, men qatala, ne kena shkujtën Ben Israil, ai që e mbit një njeri pa të drejtë, fa ka'annama qatala an-nas jami'a, është sikur se mi mbitën kret njerëzit në sipërfaqen e tokës, në globin e tokës. Thot, le qatlu mu'minin a'zamu 'inda Allahi min zawali dunya. Me mit një musliman para Allahut është më lehtë se me shkatru këtë botë. Para mendo, gjithë kjo botë, gjithë ky krijim i mrekullueshëm. Çfarë krijimi është bota dhe këtë njerëzit jetojnë këtë botë, Allahu thot, me dert një gjakt në muslimanit është më lehtë për Allah me shkatru këtë botën se sa me marr shpirtin një besimtar, një muslimanit pa të drejtë. Shikoj se çfarë dënimi të madh domethënë dhe çfarë vepre e shëmtuar është kjo vepër. Për ata tha Muhamedi alayhis salatu wassalam në një hadith, ijtanibu sab'a mubiqat. Tha largohuni nga 7 mëkate shkatruese, që e shkatrojnë njërin këtë dunjë dhe e shkatrojnë njërin në ahiret. Tha e para tha ishraku billah, tha ti bëj shirk Allahut, tha wa qatlu an-nafs, dhe me vrar njërin. Më njëherë mas kësaj na tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, për 7 mëkateve të shkatruese është ti bësh rival i dhujtari Allahut dhe pastaj të mbytish njëri pa të drejtë. E dyta prej saj ishte çka? Të mbytish njëri pa të drejtë. Për ata tha pejgamberi alayhis salatu wassalam e vetën, ayu dhanbin a'zam, cili mëkat është më i madh? Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, an taj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak, ti bësh Allahut rival në adhurim duke e ditur se ai është krijuesi jo dhe të ka krijuar ti, dhe e dita thot an taqtul waladaka khashyatan an yut'imu mak, edhe dyta nga gjunohat e mdhoja ta mbitish fëmin tënd nga varfria, nga furkarallëki, se po ta sosti ushqimin tënd. Do më thonë, mas kësaj apo do të qash mëkat i madh, pastaj me mbyt. Çdo musliman, apo njeri, apo fëmijë, çka do kohë, gjunoj është aq i madh, saqë Allahu azza wa jall nuk ka përdorur kësi kërcënime, sikur që ka përdorur këtu në këtë vend, do thot për punën e vrasjes. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, idha iltaqa al-muslimani bi sayfihima fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar. Nëse takohen dy besimtar me di armë, apo ardhën hadith të me di shpata, po di armë, di shpata me çka dush thuje. Fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar, ana vrasësi edhe i vrami të dytë janë në zën të xhehenemit. Sahabët i kanë thënë ja Rasulullah, ne e dimi ai që i vran, ai do të me hin në xhehenem, se është vrasës. Mirë, po atë çka e kanë vrarë? Ka thonë se nëse kishtë mujt me vra, ki qitë e kishtë vra. Kush o konë ma i Zotit për të dyve e ka vra? Për ata i që i vret, edhe i që i vra të të janë xhenem. Me tregu se atë që është dënimi i madh, që mës t'i shkojë dukujna mendja, dukujna t'ja derë dhe gjakun pa drejt. Nuk është letë që është hajde vesh mere vraj njëri, s'kur të qabotën e Teksas.
O bote ne, pak e ka zonë udhën me kërë, nëzër armën vraj. Pak e ka hidhnu diçka vraje. Më këshirin shtrem vraje. Nuk ka be kjo një mizë me mitë, o ti. Është dënimeve shumë i madhë, është përgjësia shumë e madhe. Gjaki njeri dhe gjaki besimtar të shumë e i shtrejt. Shumë është i shmum të Allahu Azza wa Jall. Allahu shumë e ka një prej mëkateve të mëdhoja që hidhrohet me Allahu me këta. Veç kur ta paramendoj që Allahu hidhrohet mbi ti. Veç kur ta paramendoj që Allahu, mallkimi Allahut ka zbrit mbi ti. Paramendoj, më kuni mallkum, më kun mel'un, më kun me shejtanin barabar në cilësitë e shejtanit. A ka be gjuna më të madhe se kjo? A ka ndëshkim u kon xhenem për gjithmonë? Mallkimi Allahut me zbrit mbi ti, dënimi Allahut me qenë shumë i madh, hidhrimi Allahut me qenë mbi ti, vetëm se njeri i cili nuk logjikon, edhe nuk mendon me mendjen e tij se çka e pret në ahiret, vetëm kjo të kishte qenë mjafton që njeriu të mos t'i shkon mendja për të kryer një vepër nga këto vepra të shëmtuara. Për ata tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, pyetja e parë, thot, awwalu yawmin ma yuqda bayna al-ibad fi ad-dima. Sendi i parë, ditën e kiametit, që kanë mu llogarit, thot njerëzit, ka me qenë në gjaqët. As për shirkun, as për mëkatë të tjera. Parët mëkati, pari mëkat, që ka mu pitën, çka është gjaki? Dukush mund të më thonë, o gjo, a be kina ninë në për ligjerata se pyetja e parë që kemu vetë ditën e gjykimit është namazi. E vërtet, 2 hadithe. Pyetja e parë është që kemu petë me namazin. Kjo është gjunahi mes ti edhe Allahut. Kjo është lëshimi mes ti dhe Allahut. Kjo është krimi mes ti dhe Allahut. Ama mes ti dhe njerëzve krijesave, e para gjotë që ka mu marrën çka? Në pyetje ai i cili ka vrarë. Edhe çka është më interesant? Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ditën e kiametit do të vjerë njeriu që është vrarë, wa damuhu yaskub, dhe duke i rridh gjaki nga çofa e tij, thot e kap, thot atë personin që e ka vrarë, e zvarit, e ngrej zhagas, deri te arshi, i thot Allahu Azza wa Jall, që kim më ka vra vete pse më ka vra. Që kim ka vra, vete për çka më ka vra ki mua. E Allahu Azza wa Jall do t'i thote, qysh e ki marti drejtën me amar shpirtin do një njerit, i cili është emaneti im, dhe kush ta ka dhënë ti drejtën me amarën emanetin tem pa e vetë kërkaniq. Pa pas ti drejt me marr emanetin Allahut, që Allahu Azza wa Jall shpirtat i kina emanet në trupat tonë. Edhe kjo është emaneti Allahut, ne e bardhna, ama një ditë do të mja kthi Allahu Azza wa Jall, sikur në njeri që ta lën një vetur, ta lën emanet, ta lën një shtëpi emanet, thot derisa të shkojnë në pushim, apo derisa të shkojnë në umre, apo derisa të shkojnë në hax, kujdes të çka ka nevojë, çka bën ti? A mundesh me prishat shtëpinë? A mundesh me kall atë kerin? A mundesh me i vnu dinamit dhe me shkatrua dhenin? Jo, dush me rujt se e ki emanet, se kur të vere ka me ta kërkuaj që ta kalon emanet. E shpirti Allahut është emanet, e qish mund është ti me amar shpirtin dëkujna që e kalon Allahu Azza wa Jall emanet, me çfarë të drejt. Për ato është një mëkat nga mëkatet aq të mëdha, sa që njeriu nuk e logjikon, ndoshta ketë mëkat që është mëkati shumë i madh. Po ashtu shohim sot, në përket vendet e botës, është botë gjaki më i lirë, gjaki më thjesht, sikur ndoshta, edhe ashtu është me mbit ndonjë qen, me mbit ndonjë mac, me mbit ndonjë kafsh, ma let, ma rënd e ki e hinë burg sa me mbit një musliman. E keni pasur sa të qindrat fëmijë janë mbit në Palestinë, me mia. Kallëzu ma mu, kush pi ative ka vujt dënimi për atë fëmijë. Nëse ka qeni luftar, ka luftu, edhe ka bo vrasje, normal, luftat vret edhe vret. Kjo është shumë normal. Ka i dalë me luftu, s'ka dalë me lure me prit. Ama fëmijët, gratë, fëmija, 2 muj, 3 muj, 5 muj, 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, çfarë gjunahi ka i fëmija? E ma herët që ishte në Siri, e ma herët në për vende tjera, e ku derdhët gjaki muslimanve kur duin, mëjnë me hitë e musliman, me i vra, ketë dhe kur kusht nuk jep, dhe më thonë përgjësi, ashtu si që është bo edhe në Bosnë, ashtu si që është bo edhe në Kosovë, edhe në shumë vendet e botës muslimanve. Mirë po Allah azh që ka thot, wa idhel me u dhe të su ilet, bi eji dhembin kutilet, atë ditë thot, kur do të dela i voglushi, apo jo voglusha i fëmia, e i vram, dhe ta pyete Allah azh, o ti vajzë, me çfarë gjunahi ti të vran, çfarë mëkati ki bon që erdh koha ti me të vran. Dhe kjet e kanë bo dhe mushrikët e Mekës, kur ju kanë lind ative qika, nga kanë mendu se është turp merit një vajzë, një qikë në familje, e kanë marrën dhe e kanë vuros për zgjalli
ka zbrit kia ajeti kur do të ringjallët ajo vajza të pyetin me çfarë gjunahi ka bën kjo fëmijë e vogël që ti e ke mit. Për ata është një krim shumë i madh. Pse është aq mund të thonë hoxha shumë tragjedike e bën. Shumë tragjedike është. Është bën mod me vran njëri. Është bën sikur më rani shpull do kujna me vran njëri. Vallahi kena me pas përgjegjësi të madhe ndaj Allahut azza wa xal. Kështu shkatrohet shoqëria, kështu prishen familjet, kështu bëhet hasmia e madhe. A e dini se në Medinë para se me ardh pejgamberi alayhis salatu wassalam, fisi i cili ka qenë ensarët, kanë qenë dy fise, Aus dhe Khazraj, ka fillu me një deve. Një deve ka fillu, ja ka mitën ki devën, aja ka mit ti devën, ke ka mit një familjes, aja ka mit këtit familjes, ka fillu gjak derë dhe luftja 17 vjetë. 17 janë vrarë mes veti. 17 vjetë janë vrarë derisa ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka qetësue. Para do të më thonë, prej për ata me mit një njëro, me mit ketë, se nuk ndalet, ke mit atë, aje mit ketë, ke mit atë, aje mit ketë, vazhdon vrasja madhe, derisa Allahu azza wa xal gjakun atë shenjtë e ka bëhe, sa që njeriu derisa Abdullah ibn Abbas që ka menu, ka thonë, më si po thotë Allahu Khalidin fije, ndoshta për gjithmonë edhe ai që ka bëu shirk, edhe ai që ka vrarë, ndoshta kur zel pi xhenemit. Atë më si kana Khalidin fije, se s'ka ardhur një ajet Khalidin fije për gjithmonë. Ai kështu ka menduar, me lexu kështu është. Mirë, po ai që ka iman, ai që ka besim, nëse si ka bëu shirk Allahut, ka mu dënu, ka me dal një ditë pi xhenemit. Mirë, po sa ka me qenë qëndrimi ati në xhehenem. Sa ka me qenë dëshkimi ati, dëshkimi çfarë zjarmi i xhehenemit është pret dhe shpesh na kalon neve zjarmi i xhehenemit. Zjarmi i xhehenemit, xhehenem, po be xhehenem, xhehenem, si më thon, apo një mas kaloj kështu, xhehenem. Një telefon, një kujt di unë çka, një bicikëll. O xhehenem, kur të përmendet, duhet më të tërsheth likura me u frigu nga zjarmi i xhehenemit, se zjarmi i xhehenemit është shumë i dhëmshëm derisa kanë thonë dietarët, sikur Allahu azza wa xal mos ja kishte bën xhehenem, ashtu që mos dalë shpirti çdo herë që e godet, i djegët lëkura, i djegët trupi, i djegën eshtrat, çka bëhet? Allahu thot kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hal yadhuku al-adhab. Sa herë që u digjet ative lëkurat, ne u shndrojnë ative në lëkura treja për me shiu dënimi, se shkatrohet ketmo, shkatrohet, para më nuk nin dënim. Allahu përsëri ja rikthen mishin, ja rikthen lëkurën për ta shiu përsëri dënimi, dhe kjo është në vazhdimsi pa u ndërprer, nuk ka pauzë, nuk ka, do të thot, me thon boll pak të pushoj. Atë është njëri shumë është problematik nëse njeriu e merr, domethënë këtë gjë shumë thjesht, e atë ditë thot kanë me qëndrue 50.000 vjet para Allahut, gjëja e parë që kanë më pyet, ka me qenë në çka? Gjëja e parë që kanë më pyet kanë me qenë për dima, për xhaxhet. Kush ka derë xhak, ai ka më pyet i parë, ka më marr domethënë në përgjithësi para Allahut azza wa xal. Po ashtu tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, jo vetëm se me mit dëka, edhe nëse një njeri hedhet nga nalt, edhe ban vetë vrasje, vrohet vetë, ka me qenë xhehenem Khalidin fihe, përsëri thot për gjithmonë ka me qenë xhehenem. Kështu edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka përshkruajtur në këtë hadith. Edhe do të hedhet në xhehenem, çdo do të hipë nga një vend i lartë, do të gjuhet në xhehenem vazhdimsi. Si asoj, si rezultat i cili është gjujtën në këtë dunjë dhe është vrarë. Tjetri thot men katale nefsehu bi hadide yu'adhabu fi an-nari Khalidin fiha, ai i cili e mbyt vetën e vet me hekur, qof shpat, qof thik, qof arm, çka do qof, thot do të dënohet me atë deri Khalidin fiha për gjithmonë. Edhe ka thonë men katale nefsen bisum, kush e mbyt vetën e vet me helm, ai do ta përdor ata derin, do ta përdor në xhehenem për gjithmonë. Dietarët kanë thonë këtu hin helmi, këtu hin droga, i cili e mbyt veten e vet me drog, apo e mbyt veten e vet me tableta, apo e mbyt veten e vet me injekcione, më i thonë që unë bëj jap fund soi dunjës si jam lodhën, jo kjo kur gjons është në krahasim se çka e pret atje, dhe Allah azza wa jalla i thotë unë ta dha shpirtin tije, me çfarë drejtë ti mundesh me marr shpirtin tënd, kurse unë nuk ta kum leju këtë gjë. Unë ta kum dhon emanet me rujtën, ti se ke rujt këtë shpirt, edhe a mundet dikush ta ktheje shpirtin, a mundet dikush ta krijoje shpirtin, a mundet dikush ta ringjallë, askush, ai që ringjall është vetëm se Allahu azza wa jall. Njeriu nuk ka mundësi me pas këtë drejt dhe as ka mundësi me bë asnjëherë.
Po ashtu, subhanallah, sheriati, mediat, e përhapin se Islami o terrorizëm, Islami vret, pret, ban. Islami aq është i drejt. Sa që e ka rujtën shpirtin tanë, trupin tanë, e ki haran dhe për gjunave të mdoja, mës ta marrë shpirtin tanë, njo. T'ja ruj shpirtin çdo muslimanit, çdo besimtarit. T'ja ruj shpirtin çdo familjarit, çdo fëmijës tanë, kete ki përgjësi, po edhe t'ja ruj shpirtin qafirit. Qysh qafirit? Jo muslimanit, qoftë ateist, qoftë krishter, qoftë jehud, çka do qoftë, e ki haram me vraje atë person i cili nuk të lufton. Nëse është shemëll një person, një jehud në Maqedoni, a ki drejt me shku me vra? Jo. Pa e të netë këtu s'ka ku një qëfar pune. Se ki drejt me shku me vra? Një krishter është tu, a ki drejt me vra? Jo. Bile, e që ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men qatala muahidin. Ina në shtet islam, zinë e Maqedonia është shtet islam, edhe ka ardhur një delegacion, apo ka ardhur një mjek, apo ka ardhur një njeri ekspert me punu në vendin tonë. Edhe e ka marrë drejtën prej emirit, prej udhëhecit muslimanëve. E ka marrë drejtën me hinë shtetin tonë edhe me punu me sos punë, qoftë mjek, çka do qoftë. Edhe del njoni pi njerëzve, edhe e vret ata. Del pi njerëzve edhe e mbyt ata. Mshef, nuk e din as kusht, del edhe e mbyt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lem yajid raihatal janna, nuk do ta nuhat erën e xhenetit. Wa inna raihatuha la tajidu masirata 40 aman, edhe pse era e xhenetit ndihet 40 vjet larg. A di pse? Si i ka thënë bes muslimanët. Kush hin te muslimanët është i qetë. Kush hin shtetin musliman, shtetin islam është i qetë. Nuk ka mundësi askush me i bë diçka. Edhe kur ka ardhur delegacionet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pritën në mënyrën më të mirë. Ju e dini se në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetu me jehud, ka jetu me Benu Qainuqabe, Benu Nadhir, Benu Qurayza, ka pas krishter, ka pasën do thot edhe mushrik që Allah se kanë pranuar Islamin. Mirë, po a ka guzu dënjoni për muslimanëve pasi që e ka bo shtet Islam, e ka bo Medinën, s'ka guzu kur kush t'ja marrë shpirtin as kujna stavroja kanë, bile është dënuar muslimani nëse i ka bo dhe një padrejtësi të vogël ati jo muslimani, sepse është i garantuar. Bile edhe ma e madhe është diçka. Jo me vra. Nëse është një grup i jo muslimanëve këtu, në venin tonë, dhe veni është islam, dhe vinë ato për t'i luftu, për t'i vra, du me thonë, jo musliman. Ushtria islame e ka obligim me ma një ushtrimi i mbrojtën ato se janë në mbrojtën ative, se në momentin që i vrasin e kanë thi premtimin që janë mbrojtën në ta. Kush luftohet? Luftohet ai i cili të lufton. Kush luftohet nëse me një shtet shkojnë muslimanët me i thirr dinin Allahut në davet dhe del një grup që i ndal, del një grup që i refuzon, del një grup që i lufton, muslimanët e kanë obligim me përgatit një ushtri, me shku me çliru që fjala Allahut jem, do të thot aty në atë vend. Për ata Muhamedi alayhis salam Mekë nuk e filloi me luftë. E filloi me davet, e filloi me paqë, 13 vjet. Pastaj shkojnë në Medinë, lufta e Bedrit, lufta e parë, por çka u bë? A dashni me luftu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Jo, dashni t'ia ktheje plaçkat, t'ia marrë ata që i kishin plaçkit muslimanët Mekë, ja u kishin uzurpuar mallin, ja u kishin marrë pasurinë, e Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tha ka me kalu karavana e Ebu Sufjanit, t'ia preni udhën kur të veret, t'ia mirni ata që ka marrë juve, ti kompenzoni ata humbjet që i keni pas ju kur keni emigruar në Mekë në Medinë. Mirë, pa ato kanë dalë me luftu, kur dolën me luftu atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përgatiti ushtrinë dhe luftoi. Edhe ju e dini edhe në Spanjë që shka një musliman në Andaluzin, janë konë prej krishterve një grup i krishterve që i kanë luftu, kanë bo lufta, kur kanë shku musliman, i kanë thirë në davet, kanë fillu me pranu islamin, edhe i kanë thirë musliman, ju kanë thonë, o, ju musliman, a ka mundësit në animojni se është një grup tjetër, dhe më thonë, krishterë dhe ato, po ju kanë bo zullum këtive, a ka mundësit në ndihmojni, kanë luftu, i kanë ndihmu atyre, pastaj kanë pranu islamin edhe, pastaj është bu shtet islam, qaj vend, i cili është Andalus, i cili 700-800 vjet e kanë pas musliman dhe konën shkenca, përparimi, mjekësia e librat sot në përbot kanë ndarë për ative djetarëve që kanë qenë në atë kohë ati ku në Spanjë. Kur kanë hi, asë një shpice kanë zruhe. Me realizoni historien, asë një druse kanë thije, asë një kish nuk e kanë nërzue, asë një prit nuk e kanë dëmtue, hiq, asë një thmi, asë një gru, nuk bot fjala, kupton, vetëm ato që e kanë luftue. Në momentit që janë dërzue, kanë ndërprej luftën.
Do të thonë çka tregon se Allah e ka lejuar vetëm situata të veçanta për me tregu se nuk i drejti me e mbyt njeriu, do të thotë kështu pa të drejtë vetëm se ta ka marrë mendja ti se duhet me e mbytën. Po ashtu edhe një është e funta, ajo e cila te ne është bo edhe pak si mode dhe është let. Mbet gruaja shtatzon e thot jam studimi, kina me punë, kina në banesën e ngushtë, ka abortoj e grujës. Abortoj e fëmijën. Me abortu fëmijën, shko vroj e fëmijën. Shko mbyt e fëmijën. Shko hekje kokën fëmijës. Ç'kjo do më thonë? Ti kur shkon me abortu e fëmijën, faktikisht shkon me vro fëmijën. Për ata një doktor i shkon i mençëm kur kishte shku njëri me gruën e vet, ta aborton fëmijën e kishte pas një fëmijë me veti një 10 vjet, edhe i ka thonë çka ki ardh, ka thonë du me abortu këtë fëmijën. Ka thonë para se ta abortoj në këtë fëmijën, a ka mundësi ta shtin operacion në çket, ta operoj çket ta pres njëre, krijen t'ja pres kamën, krahat, këtë çti 10 vjet që i kije. Ka thonë, çish me vro ki, jo, po ka thonë, si e abortove këtë, që kina mja prej kokën, kina mja prej krahat, kina mja prej kamë, qashtu sikur me vro këtë 10 vjeçarin. Ki ka shpirt, ki ka shpirt, ki ka trup. Nuk ka lidhje te Allahu, gjunoj se i ka 100 kg, gjunoj më i madh, 50 kg gjuna më pak, 10 kg gjuna më pak, 5 kg gjuna më pak. Gjunoj njëjt, e ki vro, ja ki marr shpirt, e ki mbyt, e ki vro. Nisoja, çka ka dallim nëse e vret 1 muaj, apo nëse 4 muaj, si ti bëje 4 muaj? I ka ardhur shpirti, ose si me vron njëri të madh. Se ka shpirt, është i kompletuar. Është i kompletuar me mish, është i kompletuar me eshtra, me lëkur, frimarje, zemra i trokit. Do të thonë është i gjallë. Me momentin që ti ata e aborton, do me thonë e masakron. E aborton, e masakron. E kështu që, ka thonë jo se kësha masakru këtë gjallë. Pa atër edhe këtë njëse sikur me masakru. Nëse e len këtë dhe ki ka me dalë, dhe ki ka murit, dhe ki ka mu bo sikur ki, do se dhe ka mu bo ma i mirë se ki. Djetarët kur thënë lejohet, kur si ka ardha la shpirti, dhe më thonë nuk ka zonë shtatzani janë vendin e vetë që shduhet, edhe shohim mjek se ka probleme, do të thotë, këtu për ata ka diverzit, dikush ka thonë zban është këtu, mirë po djetarët kanë thonë në banë sa është vetëm një copë mishi, nuk është ma shpirt. Mirë po momentin që vjen shpirti, merr fimari, tregon doktori se ka shpirti, punon zemra, i punon trupi, i punon truni, i punon krejt, dhe ti thotë jo, ka me abortu se valla ngushte kam shtëpian, punë si kam mirë, ekonomikisht jam dop, kjo është gjuna i madh vrasës, ne të shkojë mendja se me çket çka kemë vro, që kemë abortu apo kemë vro sikur me vro një njeri, e me vro një njeri është khaliden fihen xhehenem, e Allahu është i hidhur mbi ata njeri që e bën këtë vepër, e mallkimi i Allahut është mbi këtë njeri, edhe ka dënimin shumë të madh. Për ata dietarët e tregojnë Ben Israil, edhe me këtë po e përfundoj, një njeri i cili kishte jetuar me një vend që kishte pas shumë kriminale dhe shumë krime, edhe ishte torturuar disa herë dhe ishte vrarë 1, 2, 3, e i kishte vrarë 99 persona. Ai njeri kishte shkuar te një rabin apo adhurues apo ibadetxhi, ka shku ta vete dhe shpesh herë na ndodh kjo piksoj mami përfitim kur vjere puna për fetva, do të me shku me vet një dietar, jo me vet një haxhi, xhalimir, lexon Kur'an gjithë ditën, fal namaz natë, di lidhje me fe nuk i ka. Allah e shpërblev për leximin e Kur'anit, për namazin e natës, për këtë, ajo është shumë mirë, ka me pas problem. Ama smut me dhona i fetva. Fetva do të me vet njërin e ditshëm. Ka shku e ka vetat, ka thonë kia adhuru si madh. I ka thonë i kumit 99 vetë, ka thonë një me mitën sa gjuna i madh, 99 ka thonë ke ki hongër në xhenem, s'ka tobe për tije. Ka thonë ma që s'pas ka për mu tobe, në këtë e ka mitë të bon 100, ma i si bonë 99 të bon 100. Ma si mbyt 100 veta, i tregoj njërës të shko të një djetar, është një djetar i madh. Shkon të i djetar, ja tregon në rastin. I thotë shire, ka pendim, pendohu, deri sa është shpirti në trupin tantë, deri sa nuk kam rin gargara. Dhe deri sa dielli nuk lin nga perëndimi, Allah e pranon vetëm me një kusht. Largohu pi atij vendit ku i ki bë këto krimet. Prej kushteve është kur e bën një gjuna njeri. Duhet pendohet edhe mos kthehet ai gjunahi atje. Ose vendi ku mundet me bëmë një herë gjuna në atë vend. Çka i thot ai? Thot pendohet dhe largohu. Edhe kia ndëgjon, pendohet edhe largohet. Duke shku rrugës, zbresin melekt e vdekjes dhe ja marrin shpirtin. Ja marrin shpirtin këtij personit.
Me ta zbresin dhe 2 grupe të mëdhejt melekve. Një grup i melekve të azabit që njeriu nëse është gjunaqar, mëkatar, jo besimtar, mëkatar i madh, që ata melekët e kapin edhe ndëshkojnë. Po nëse ka qenë besimtar i mirë, musliman i mirë, njeri i mirë, e marrin ata melekët e mëshirës dhe e përgëzojnë ata me xhenet. Është në hadithet që i hapet në varrin e tij, i hapet një dritare me dalbasar sa i shikon shikimi, e shet xhenetin, i shet lumet, i shet mirësitë e xhenetit, edhe kënaqet ata, mëshirë i japin, domethënë vullnet. Zbresin një grup i ative melekëve të dënimit, edhe një grup të melekëve të cilët janë të mëshirës, edhe tash këto thonë është i joni, këto thonë është i joni, këto thonë i ka mitën 100 veta, këto thonë jo është pendue, është me neve. Thotë Allahu Azza wa Jall e çon melek tjetër special për ti nda këto 2 grupet melekëve, thotë keni me mat vendin ku e ka bë krimin deri këtu, edhe deri te vendi i pendimit. Nëse ajo që e matë është mangat krimit, atëherë e marrin këto të dënimit. Nëse është mangat rahmetit, knenat, pendimit, duke shku udhës, atëherë ka më konë nga të mëshirës. Kur e matin, një hap, ka qenë domethënë të pendimi, ka qenë domethënë ka mëshirës. E marrin thot melekët e mëshirës, shkaku i pendimit edhe shkaku i largimit nga veni që bëhet gjuna dhe që bëhet mëkat dhe që bëhet krim në atë vend. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na vendison na bërë besimtar të devotshëm, na largon nga çdo gjuna i madh apo qoftë gjuna i vogël, e sidomos nga krimi i madh, na ruan neve, familjen tonë, fëmijët tonë, një fqit tonë besimtar anë mban botës deri në takime të tjera. Allahu ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.